Territori shqiptar për datën 26 shtator do të karakterizohet nga mod kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin me vranësirat e lehta dhe kalimtare kryesisht në orët e mesditës. Pas dite vranësirat do të paksohen duke lënë vend për diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 30 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 10 orë diell. Rreshjet do të jenë inekzistente. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verior me shpejtësi 4 deri në 8 metra për sekond. Në Bregdet era her pas here mund të arrijë deri në 9 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 26 shtator 2025 pritet të jetë 7 deri në 8. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth 6:25 minuta, ndërsa perëndimi rreth 18:39 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 20 deri në 30 gradë. Kukës, 17 deri në 26 gradë Celsius. Peshkopi, 18 deri në 27 gradë. Tiranë, 20 deri në 30 gradë Celsius. Durrës, 21 deri në 29 gradë. Kavaj, 21 deri në 29 gradë Celsius. Elbasan, 20 deri në 30 gradë. Berat, 20 deri në 30 gradë Celsius. Korçë, 17 deri në 26 gradë. Vlorë, 22 deri në 29 gradë Celsius. Gjirokastër, 19 deri në 29 gradë. Sarandë, 21 deri në 29 gradë Celsius.